7 nëntor. A është e kushtëzuar dashuria e Perëndis? Por ai, Perëndia, jep hir më të madh. Prandaj thot, Perëndia u kundërvihet mendje mëdhenjve dhe u jep hir të përulurve. Nënshtrojuni pra Perëndis, kundërshtoni djallin, ai do të ratiset prej jush. Afrojuni Perëndis, dhe ai do t'ju afrohet juve. Jakobi 4:6-8. Jakobi na mëson se ekziston një përjetim i çmuar i një hiri më të madh dhe i Perëndis që na afrohet neve. Sigurisht që ky është një përjetim i mrekullueshëm, më tepër hir dhe një afërsi e veçantë e Perëndis. Por unë po ju pyes, a është i pakushtëzuar ky përjetim i dashurisë së Perëndis? Jo, nuk është. Ky përjetim është i kushtëzuar nga fakti nëse e përulim veten dhe i afrohemi Perëndis. Perëndia u jep më tepër hir të përulurve. Afrojeni Perëndis dhe ai do t'ju afrohet juve. Ka përjetime të çmuara të dashurisë së Perëndis, të cilat kërkojnë që ne të luftojmë krenaриnë, të kërkojmë përulësinë dhe ta çmojmë afërsinë e Perëndis. Këto janë kushtet. Sigurisht, vetë kushtet janë puna e Perëndis në ne, por sërish ato mbeten kushte, të cilat ne duhet i plotësojmë. Nëse kjo është e vërtetë, kam frikë se pasiguritë e papërcaktuara të shkujdesura në ana biblike, që sot thonë se dashuria e Perëndis është e pakushtëzuar, mund të ndalojnë njerëzit që të bëjnë pikërisht ato gjëra që Bibla thotë, në mënyrë që ta shijojnë gjithë paqen që dëshirojmë kaq fort. Në përpjekje për të dhënë paqe përmes pakushtëzimit, mund të jemi duke i shkëputur njerëzit nga vetë kura që Bibla na jep. Sigurisht, le të shpallim qartë dhe fort që dashuria hyjnore e zgjedhjes, dashuria hyjnore e vdekjes së Krishtit, dashuria hyjnore e rilindjes sonë, lindja jonë e re, të gjitha janë absolutisht të pakushtëzuara. Le të shpallim pa u lodhur lajmin e mirë se drejtësimi ynë bazohet mbi vlerën e bindjes dhe flijimit të Krishtit, dhe jo mbi vlerën tonë, Romakëve 5:19, sepse ashtu si nëpërmjet mosbindjes së një njeriu të vetëm, të shumtë të bën mëkatar, ashtu edhe nëpërmjet bindjes së një të vetmi, të shumtë do të bëhen të drejtë. Por le të shpallim gjithashtu të vërtetën biblike që thotë se përjetimet më të plota dhe më të ëmbla të hirit të Perëndis dhe afërsisë së Perëndis do të shijohen nga ata që çdo ditë përulin veten